24 qershor. Mund të jemi kënaqur në çdo situatë. Sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë di edhe të jemi për ulur dhe di edhe të jetoj në bollok. Në çdo gjë dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të jem ngushtë. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më fuqizon. Filipianëve 4:11-13. Sigurimi i përditshëm i hirit të ardhshëm nga Perëndia e aftëson palin të nginjet ose të ketë uri, të jetojë në bollok ose të jetë i përulur, të ketë me tepri ose të jetë në ngushticë. Unë mund të bëj gjithçka, do të thotë me të vërtetë gjithçka, jo vetëm gjërat e lehta. Gjithçka do të thotë përmes Krishtit mund të kem uri, të vuaj dhe të jem në nevojë. Kjo e vendos premtimin marramendës të Filipianëve 4:19 në dritën e duhur, dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi në Krishtin Jezus. Çfarë kuptimi ka fraza të gjitha nevojat tuaja në dritën e Filipianëve 4:11-12? Do të thotë gjithçka që ke nevojë për kënaqësinë që përlëvdon Perëndin. Kjo mund të përfshi edhe kohë urie dhe nevoje. Dashuria e palit për filipianët buronte nga kënaqësia e tij në Perëndin, dhe kënaqësia e tij buronte nga besimi i tij në hirin e ardhshëm të furnizimit të sigurt të Perëndis për të qenë gjithë sa ai kishte nevojë në kohën e bollokut dhe të ngushticës. Prandaj është e qartë se lakmia është krejt e kundërta e besimit. Është humbja e kënaqësisë në Krishtin që na bën të fillojmë të lakmojmë gjëra të tjera për t'i përmbushur dëshirat e zemrave tona, të cilat mund t'i kënaq vetëm prania e vetë Perëndis. Nuk ka pikë dyshimi që betejë kundër lakmisë është një betejë kundër mosbesimit në premtimin e Perëndis për të qenë gjithë sa kemi nevojë në çdo rrethan. Kjo është shumë e qartë te Hebrejve 13:5. Shiko se si autori argumenton lirinë tonë nga dashuria për paran, lirinë nga lakmia, lirinë e kënaqësisë në Perëndin. Sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje dhe kënaquni me atë që keni, sepse vetë Perëndia ka thënë, nuk do të lë, as nuk do të braktis. Besimi në këtë premtim, nuk do të lë kurrë, e thyen fuqinë e të gjitha dëshirave që e çnderojnë Perëndin, e thyen fuqinë e çdo lakmie. Kurdoherë që ndjejmë edhe prirjen më të vogël të lakmisë në zemrat tona, duhet të merremi me të dhe ta luftojmë me gjithë fuqinë tonë, duke përdorur armët e këtij besimi.